Vlora shënoi pjesëmarrjen më të ulët në zgjedhjet e pjesshme të së dielës për kryetarin e ri të bashkisë, edhe vetë qytetarët e cilësojnë si të dobët rezultatin, por thonë se nëse nuk votojmë nuk mund të ankohemi dot. Megjithatë, disa e lidhin me motin e përkeqësuar të së dielës, të tjerë me largimet jashtë vendit dhe të tjerë qytetarë me pak kënaqësi ndaj klasës politike. Po, votova. Si vlerësoni pjesëmarrjen? Ashi ndikoi shumë koha. Se më tepër do të kishte, do arrinte gati 40% në Vlorë. Ndoshta edhe më tepër. Po të rinë që s'dalin votime nuk dalin. Po të rinë s'kan dalë ndonjëherë, pse kur kanë dalë drinjt? Me të vjetrit edhe me administrata, me popullat, me jashtë. Votua. Votuat? Po pjesëmarrjen e ulët si e vlerësoni? Po, shumë keq. Votova. Po pjesëmarrjen e ulët si e vlerësoni? Po nuk është se ishin në një palë zgjedhje me kaq shumë rëndësi, ishin zgjedhje kështu të përsëritura. Dhe të rinjt në fakt nuk dalin. Dhe të rinjt, po, ne duhet të dalin patjetër, se vota ka peshë sot. Pastaj nuk mund të ankohemi, por nuk votuam. Votua. Votuat? Po. Po pjesëmarrjen e ulët si e vlerësoni? Nuk mund të flasim më tepër. Nuk i kam këtu. Nuk kam asnjë këtu. Vetëm bashkëshortin edhe veten. Po, votuam, po. Me fëmijët apo? Jo, me bashkëshortin, se çunat si kam i kam në Tiranë. Në Tiranë, po. Pjesëmarrjen e ulët si e vlerësoni? Nuk e di, ndoshta koha, ndoshta mos informimi mirë, ndoshta ishte si fushat e shkurtër kjo. Grup mosha që ka patur përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në këto zgjedhje të pjesshme ishte ajo mbi 65 vjeç, ndërsa mbi 55 vjeçarët përbëjnë më shumë se gjysmën e atyre që kanë votuar. Në Vlorë mbi 80% e pensionistëve votuan, ndërsa mes moshës 18-24 vjeç kanë marrë pjesë më pak se 8% e tyre. Nuk votuat vetë? Jo. Pse? Disa qytetarë pjesëmarrjen e ulët në votime e lidhin me mungesën e informacionit. Jo. Pse? S'pata kohë. Isha larg, isha larg në një qytet tjetër. Votova. Ja ku ke. E ke dhe shenjën aty. Jo, nuk dua. Si vlerëson pjesëmarrjen e ulët? Ndodh. Koha ishte e keqe, njerëzit menduan që ça dinin, ça se dinin, që ishte kështu që kjo është rezultati. Megjithatë, jo, i kam në Itali. Jam unë me gruan vetëm. Gruaja jo, se ish me tension. Por ka edhe të tjerë që me sa duket janë të lodhur nga politika dhe nuk pranojnë të flasin. Vi nga jashtë. Më mirë keq. Vlora përmbylli kështu procesin zgjedhor të 9 nëntorit në zgjedhjet e pjesshme për kryebashkiakun e ri, mes qetësisë, po ajo që vjet re ishte pjesëmarrja e ulët në këto zgjedhje qytetarëve.